Sali Berisha reagoi me tone të kritike dhe ironike ndaj kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se ai është i ndëshkuar diplomatikisht dhe nuk mund të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Myni, një nga forumet më të rëndësishme vjetore të sigurisë në botë. Berisha tha se Rama kishte planifikuar gjithçka, por udhtimi dhe pjesëmarrja e tij u anulua papritur. Edi Rama sot që kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikatat të parafabrikurat na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Mynihut, nuk shkoi dot. Ai dhe ekipi i tij nuk u nis dot për Myni, anulloi. Pra në një hark kohor, 3 javor, në 2 aktivitetet më të rëndësishme, absolutisht më të rëndësishme të vitit, në forumin global të Davosit dhe në Davosin e sigurisë, që është konferenca e Mynihut, dyrë të mbyllura për kryehajdutin e kombit shqiptar. Njoftim zyrtar nga Edi Rama, por në them se ekipi i dërguar mbeti i tromaksur, ndërsa në tovolinën gabimisht protokolli kishte vendosur edhe emrin e Edi Ramës se do ishte, por dikush u kujtua dhe shkoi dhe hoqi, edhe atë dhe Edi Rama nuk shkon dot në Myni. Kreu i Partisë Demokratike ironizoi edhe daljen e ish-deputetit Dashnor Sula, krah kryeministrit, duke përdorur një shprehje popullore. Ekziston shprehja popullore puthu me milon, por kjo sot është puthu me dashin. Berisha paralajmëroi se opozita do të vijojë të mbrojë interesat e qytetarëve dhe do të zhvillojë protesta kundër qeverisë, duke konsideruar veten si mbrojtësi i çdo shqiptari të ndershëm. Ai përfundoi deklaratën me një mesazh ironik për ata që kritikojnë veprimet e tij. Ata të cilët sulmojnë Sali Berishën se po njollos sipas tyre Shqipërinë, u them puthuni me dashsulon, se Sali Berisha po mbron interesat e çdo shqiptari të ndershëm, e çdo adhetari që e don Shqipërinë, e çdo qytetari që shikon të ardhmen e tij në vendin e tij.